Dritat e studios së Big Brother Kosova shndrisnin mbi fytyrat e tyre, duke nxjerrë çdo emocion, çdo dridhje, çdo shikim të fshehtë. Limi po fliste me një zë të ulët, të ngarkuar me ndjenja që nuk I kishte thënë askujt më parë, Dolce. Po ma zbukuron ditën. Po ma zbukuron natën. Dolce buzëqeshi lehtë, por syrit të saj nuk mund t'i shpëtonte asgjë. Ishte një buzëqeshje e sinqertë, e ngrohtë, por edhe e shkatërueshme, sepse të bënte të ndjej gjithçka njëherësh, afrim, dëshirë dhe një tension që nuk mund të shmangej, po mos të takoja këtu, tha Dolce, duke lëvizur pak më afër. Me zërin që dridhej pak nga emocioni, do të takoja diku tjetër. Limi e vështronte me kujdes. Ai ndjente një çlirim të papritur. Një ndjesi që nuk kishte përjetuar më parë. Dolce nuk po fliste si dikush që mund të kontrollohej ose të manipulohej. Ajo po fliste me zemër. Dhe kjo e bënte çdo fjalë të saj më të fortë se çdo gest I tij. Ti je si unë, tha Dolce më pas, me një theks të qartë dhe të vendosur, libero. Fjala libero ra rënd në ajër. Limi e përsëriti atë në mendjen e tij, libero. Liri. Si unë. Si unë. Një buzëqeshje e vogël u formua në fytyrën e tij. Ai kuptoi se ajo nuk po e përdorte fjalën thjesht si një kompliment. Ajo po shprehte diçka më të thellë, një shpirt të lirë, një mënyrë të jetuar pa kufi. Pa frikë, pa barrierë, libero, tha Dolce përsëri, dhe mund ta vazhdojmë bashkë. Alba, e cila deri tani kishte qëndruar pak më larg, duke parë çdo lëvizje dhe duke analizuar çdo fjalë, ndërhyri me një zë që përzierte habi dhe një dozë shprese, ju. Libero. Dolce ktheu kokën nga Alba dhe qeshi lehtë. Nuk ishte një e qeshur shaka, ishte një e qeshur që vinte nga thellësia e saj, një mënyrë për të thënë se kjo liri që ajo ndjente nuk mund të kufizohej, nuk mund të flijohej për askënd. Po, Alba, tha Dolce. Unë jam libero me veten time. Me limit jam. Gjithashtu. Por me ty? Nuk di. Me ty ndoshta nuk kam gjetur ende kufit e lirisë. Alba e shikoi për një moment. Në atë shikim kishte një përzierje habie, konfuzioni, por edhe një ndjenjë të vogël respekti. Ajo kuptoi se të qenit libero nuk ishte vetëm një fjalë. Ishte një filozofi, një mënyrë jetese, një qëndrim ndaj ndjenjave, ndaj përplasjeve, ndaj marrëdhënieve. Limi e kapte çdo fjalë. Ai ndjeu një emocion që nuk mund ta përshkruante lehtë. Libero. Me veten time, me Dolce. Por edhe me Alba. Si mund ta ndjej këtë liri, kur gjithçka është kaq e ndërlikuar? Dolce e pa dhe e kuptoi dyshimin e tij, dhe buzëqeshi sërish, limit, liria nuk ka nevojë të shpjegohet gjithmonë. Ajo ndjehet. Dhe ne mund ta ndjejmë bashkë, në mënyrat tona. Pa paragjykime, pa kufi të panevojshëm. Limi u afrua pak më shumë. Nuk ishte një afrimi fizik I zakonshëm, ishte një afrimi që vinte nga një vend I brendshëm I kuptimit, I pranimit, I respektit për lirinë që Dolce kishte shprehur, por. Alba, vazhdoi Dolce me një nuancë më të lehtë të shqetësimit, ti nuk je e përjashtuar. Libero nuk do të thotë vetëm me një person. Libero është mënyra se si ndjejmë, si jetojmë. Me ty nuk di ende kufi. Por nuk do të përdosim këtë liri, as me lojra, as me presion, as me frikë. Alba e shikoi nga afër, duke e ndjerë këtë ndjenjë të pazakonë. Pra, ju, jeni libero? Edhe bashkë. Dolce buzëqeshi dhe hodhi një sy tek limi. Ai tund kokën pak dhe qeshi gjithashtu. Kishte një ndjesi që nuk ishte thjesht argëtim, nuk ishte thjesht lojë një prime. Ishte një ndjesi e vërtetë, e sinqertë, një rrjedhje emocionale që nuk mund të ndalohej, po, tha Dolce. Por kjo nuk do të thotë gjithçka është e qartë. Kjo do të thotë që mund të eksplorojmë, të ndjejmë, të jetojmë pa barriera. Libero me limit, libre me veten time, dhe me ty, Alba, ndoshta një ditë do të gjejmë rrugën. Limi e ndjeu brenda vetes një ndjenjë çlirimi. Ai kuptoi se liria nuk ishte thjesht të bësh çfarë doje, liria ishte të pranoje ndjenjat e tua dhe të tjerëve, të respektosh hapësirat dhe të jetosh pa frikë nga paragjykimet. Alba buzëqeshi, e lodhur nga tensioni, por me një shikim që tregonte se ajo kuptonte. Libero. Me mua? Me ty nuk di. Por ndoshta është një mundësi. Dolce u afrua ngadalë, duke kapur dorën e saj për një moment të shkurtër, të qetë, të respektueshëm.
Ishte një prekje që shprehte çdo gjë që fjala nuk mund ta shprehte. Libero nuk është një kufi, tha Dolce, është një mundësi. Mundësi të jetojmë, të ndjejmë, të respektojmë. Dhe me mua. Është libero gjithmonë. Limi e shikoi atë dhe buzëqeshi. Nuk kishte nevojë për fjalë të tjera. Libero nuk ishte thjesht një fjalë, ishte një ndjenjë, një rrjedhë, një marrëdhënie që nuk mund të mbahej në zinxhir. Dhe ata tre, në mënyrën e tyre, e kuptonin këtë tashmë.